24 maj ishte një ditë e jashtëzakonshme lufte, që herët në mëngjes granatimet kishin filluar me një intensitet më të madh. Nga pozicionet tona, shihej se fshati po përjetonte një tmerr të paparë ndonjëherë, duke zjarri shpërthimeve nga kalibra të ndryshëm, minahedhës dhe topa të kalibrave të rëndë, po gjuhej nga pozicionet të ndryshme të armikut, nga vendi quajtur Haxhi Tepe, nga kazerma ushtarake në Kumanov, nga fshati Lubidrag dhe gjithashtu edhe nga pozicionet e ushtrisë serbe Galerani i Preshevës. Dukej vetëm zjarr, tymëzi dhe pluri kuq i shtëpive, që po shkatërroheshin në mënyrë masovike, duke mos kursyer as civilet e strehuar nëpër stehimoret e improvizuara të shtëpive. Ishte situatë e dhimbshme dhe tmerruese, bëj edhe më e dhimbshme për ne, që ishim dhe s'kishim kurfar mundësie për t'i ndaluar ato shfryerje qiqare slave, që po solidarizoheshin në mes vete duke gjuajtur edhe nga Serbia, kurse armatimi i rënd pa ndërprerje u vinte nga Bullgaria, Ukraina dhe vende tjera bashkë me vullnetarë nga Rusia, Rumania e gjetju. Që ditë nuk ishte ditë e rëndomt as për armikun, por as edhe për UÇK-n, sepse 2 ditë më parë ishte nënshkruar marrëveshja e unifikimit të faktorit politik dhe ushtarak shqiptar në Prizren. Në qytetin e lidhjes historike të Prizrenit, moment historik që po përsëritej pas 123 viteve, ishte datë e kthesës së madhe, kur shqiptarët po lindnin besën që së bashku pushka dhe politika ta ndryshon historinë ballkanike, ditë kur për slavat po fillonte të numëroj brapsht historia. Të tmerruar nga kjo që po ndodhte, edhe kryetari i atëhershëm Boris Trajkovski, bashkë me partitë e tyre në koalicionin e zgjeruar, po kërkonin me ngun nga partitë politike shqiptare të distancor prej kësaj beslidhe, por shqiptarët kësaj radhe ishin më të vendosur se kurrë. Ka presioni i madh diplomatik i BE-s, SBA e tërhoqi po në këtë ditë diplomatin e saj Robert Frovik, të cilin shteti e kishte shpallur non grata. Pra që ditë ishte dita e shprehjes së mllëfit nga forca slavo-maqedonase. Pa pritur kishte rënë në strehimorën e Zimberajve një granat ugurzeze duke depërtuar me gjithë fuqinë e zjarrit brenda strehimorës, në cilin ishin mbi 80 persona, duke lënë të vrarë 7 persona aty në vend dhe 3 nga plagët e rënda do ndërrojnë jetë në spital. Gjithashtu kishin mbetur të plagosur 25 të tjerë. Të vrarët ishin e shoqja e Skënder Zimberit, Silvije Zimberi, 34 vjeçare, djali i tij Mersimi 8 vjeçar, një vajzë e vogël 2 vjeçare, Hysnie Zimberi, Suzani Zimberi 22 vjeçare, hafizja e Kuranit, e cila dha jetë po ashtu nga kjo granat me Kuranin e përgjakur në kraharon. Gjithashtu edhe Yunus Zimberi 17 vjeçar, Nehale Zimberi 14 vjeçare, kurse disa ditë më vonë do t'japin jetë Nermine Zimberi bashkë me foshqet Fitore dhe Fitor Zimberi dhe po ashtu edhe vajza 7 vjeçare e Fikret Zimberit, Valbona Zimberi, e cila ishte si një engjëll që do të braktisë këtë botë njerëzore, e të kalojë në botën e përkryer për t'i pritur prindrit dhe të afërmit e saj si një shpend parajse. Kjo ditë do të mbetë dita më e dhimbshme e kësaj lufte, dita ku dëshmon se armiqtë tanë janë të njëjtë, sikur para 100 e ca viteve, ku kishin bërë masakra në trojët shqiptare, duke mos kursyer as foshnjat në barkun e nënave. Kjo histori u përsërit pas 100 viteve, sikur mos kishte ndryshuar bota fare. Po e njëjta botë që bëri seri duke i parë të vritën gra e foshnje, për ironi të fatit, po atë ditë edhe BE-ja bënte presion duke detyruar diplomacinë amerikane që ta tërheqë Robert Frovikun, ambasadorin e NATO-s në Maqedoni. Sikur po bëj e verbër, sikur nuk po dallonte agresorin dhe viktimën. Sikur foshnjat po trajtoheshin agresor, kurse ushtria e rregullt që nuk po respektonte asnjë konvent ndërkombëtare, po trajtoi si viktimë. Dëshmorët e kësaj dite të tmerrshme u arrosën në mbrëmje nga ora 10, ku pavarësisht granatimeve që nuk ndaleshin, morën pjesë disa ushtarë të UÇK-s dhe disa civil. Po atë natë jo rastësisht kishin rënë granata edhe gjatë varrimit në varrezat e fshatit, sepse armiku nuk po pushonte duke u marrë me civilet, për dallim nga vija e frontit që nuk mund ta lëvizte as 1 centimetër. Fatkeqësisht gjatë bombardimeve të kësaj dite, një predh kishte qelluar në njërin nga bunkeret e vijës së parë të frontit, në krahun e majt nga rruga e asfaltuar me shikim ka Bunari Bejës, duke i lënë të plagosur Harun Kasumin, i cili pas 2 ditëve ndron jetë si dëshmor i kësaj lufte heroike, dhe Taxhedin Sadiku, i cili fatmirësisht do t'i mbjetoj plagëve dhe jeton sot kësaj dite. Vërtet kjo ishte një ditë që e mori haraçin e vet. Të plagosurit UÇK-ja kishte arritur t'i dërgojë në spitalin ushtarak në Likov, kurse të mbjeturit i kishte shëruar po ashtu në Likov.